Janë të pakta probleme që ka rruga nacionale Burreli-Klos. Më shqetësues është dëmtimi që ka pësuar në fshatin Suç në dëgëzimin e rrugës së Kurdarisë, megjithëse është bërë vazhdimisht problem mediatik institucionet përgjegjësi heshtin, duke mos reaguar në zgjidhjen e këtij problemi që mund të ketë edhe fatalitet në jetë njerëzore. Dëmtimi i rrugës ka nisur vite më parë, ndërsa zgavra poshtë asfaltit sa vjen e thellohet për shkak të ujrave nontoksor që vijnë nga kanalet kulluese të një pjese të fshatit Suç, por edhe rrugës së fshatit Kurdari. Këmbët e barierës mbrojtëse metalike kanë mbetur në ajër, duke mos dhënë asnjë siguri për të gjithë drejtuesit e mjeteve që lëvizin në drejtim të Klosit. Jo vetëm që problemi nuk është zgjidhur për të penguar dëmtimin e mëtejshëm të rrugës, por kompania mirëmbajtëse apo institucionet që kanë përgjegjësi mbi këtë rrugë nuk kanë vendosur as sinjalistik paralajmëruese për drejtuesit e automjeteve që të tregojnë kujdes gjatë lëvizjes aty. Askush nuk e di që poshtë asfaltit është tërësisht hapësirë boshe dhe nëse automjetet kalojnë afër barierës metalike, mund të përfundojnë në lumin e matit dhe mund të ketë tragjedi njerëzore.